أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيد الأولين والآخرين نبي الله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد فلندرم الله سبحانه وتعالى paqja dhe mëshira Allahu Gjelle wa Ala të gjitha qofshin për pejgamberin ton të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Lakni gjuhët e juaja vllazën me salate dhe selame sa herë që të përmendet emri Muhammedit alaihi salatu wassalam, nga se edhe prej qëllimeve të këtyre mexhlise vllazën është që t'i lagim gjuhët tona me salate për Rasulullahin alaihi salatu wassalam. Hoxha ju i nderuar, Allah është përblef foli për vlerën e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, madhështinë e sunetit të Rasulullahit alaihi salatu wassalam, kurse Hoxha Jusuf preferoi apo përzgjodhi që unë të flas për vlerën e akides dhe besimit dhe peshën e saj në jetën e besimtarit. Fillimisht vllazën, Allahu te bareke ve teala e krijoi qiellin edhe tokën për çka akide. Pasha Allahun e madh, në qoftë se do të kishte pas mundësi qielli që të folë me një gjuhë që ne e kuptojmë, ajo do të kishte thënë se unë jam kriju vetëm për ta madhëruar Allahun xhelle wala. Në qoftë se do ta kishim kuptuar gjuhën e diellit, do ta shihnim se dielli është kriju vetëm për akide, vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Allahu xhelle wala thotë gjithçka në qiell e kemi nështruar që të jetë adhuruese e denjë ndaj Zotit xhelle wala. Për këtë arsye o vllazën, ju kisha lut këto të fokusohemi, që të ulemi ne në një mexhlis e të bisedojmë për akiden dhe besimin, do të thotë që ne jemi ulur në një mexhlis të bisedojmë për esencën e krijimit ton. Ne për këto momente dhe këto çaste na ka krijuar Allahu xhelle wala. Të gjitha momentet e tjera ju vllazit e mi e thjesht që njeriu të merr forcën për të realizuar këtë qëllim. Ushqimin nuk e ka krijuar Allahu qëllim në vete, por ai është forcë për të realizuar tauhidin. Gjumin nuk e ka krijuar Allahu qëllim në vete, nuk është qëllim gjumi, por është vetëm që për ta marrë njeriu përsëri forcën që të realizon qëllimin madhor që është krijimi, që është adhurimi ndaj Zotit xhelle wala. Andaj ju vllazë, njerëzit ulen në mexhlise të ndryshme. Ndoshta për ta pa një lojë futbollit, ndoshta për të pa diçka prej kënaqësive të kësaj dunjaje, ndoshta për një festë apo për një kremtim në mbrëmje e ngjashme si ajo. E që ne na ka vendosur Allahu xhelle wala në një xhami për xhamive të tij që të dëgjojmë për akiden, do thotë na ka vendosur Allahu të dëgjojmë për esencën e krijimit. Allah ju ruaj dhe ju mëshiroft ju vllazën, pa nuk na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pyetja e parë në varr është men rabbu, kush ishte Zoti yt. Kush ishte mëra i Zot të cilin ti adhurove për 50 vite, 60 vite, 70 vite? Besimtari me plot bindje dhe akide do të thotë Rabbi Allah, Zoti im ishte Allahu te bareke ve teala. Unë jetova për Allahu, zgjova për Allah, hangra bukë për Allah, flejta për hatët e Allahut, kurbani im, jeta ime, vdekja ime ishte gjitha për Allahun, Zotin e botrave xhelle wala. O ju vllazën, pasha Allahun subhanahu wa taala, ndoshta ne na duket diçka e rëndomte dhe normale, por që të ulesh në një mexhlis që të ta kujtojmë një ditë para Allahut azza wa jall që ja Rabbi, ne ulem në një mexhlis që të përmendim ty dhe të mësojmë për besimin dhe akiden. Ka në për disa transmetime ku të cilën transmeton Hasan al-Basri radiallahu ta'ala anhu, hadithi është mursel, se kur do të mbeten banorët e xhenetit në xhenet dhe banorët e xhenemit në xhenem, për një moment Allahu te bareke ve teala do t'ju thotë xhenetlive, banorëve të xhenetit, lime la tatan'amun, o i banorët të xhenetit, pse ç'keni duke bë, pse nuk kënaqeni me mirësi që Allah va ka fal? Ato thonë, ja Rabbi, si të kënaqemi ne kur në zjarr të xhenemit janë një grup shokësh të cilët dënohen në xhenem. Dhe Allahu xhelle wala do të jep leje atyre njerëzve që të ndërmjetësojnë për çdo njeri, qof një moment që jenë ulë në një vend ta kujtojnë dhe ta përmendin Allahun e madh subhanahu wa taala. Këtë asjo ju vëllezërit e mi, vallahi nuk janë mezhlise të thjeshta. Dhe mos shihni ndoshta ndonjëherë edhe numrin e prezantuesve. Allah lajmërimi është bo,
përzgjedhja është prej anës së Allahu subhanahu wa taala, që Allahu xhallahu ala nuk ja mundsoi filani, ta ka mundsuar ty. Kjo do thotë se Allahu xhalla xhelalu të ka përzgjedh që të ulesh në një mezhlis dhe ta dëgjosh emrin e Allahu subhanahu wa taala. E të dëgjojmë për madhështinë e sunetit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në një zemanë ju vëllezërit e mi që është zbeh në zemrat e njerëzve madhështia e sunetit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit ndjekin rrugët e filozofëve, rrugët e filanit, marrin për shembull dhe irnek filan këngëtarin dhe filan artistin. Ku është suneti pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam? Po vallahi ai është guraba i huaj, ashtu siç ishte i huaj ditën kur filloi pejgamberi Zot, ishte vet. Pastaj ndoi që Abu Bekri, Aliu, Uthmani, pastaj edhe Omer ibn Khattabi, Abdulrahman ibn Aufi dhe të tjerë prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wallahi gjendja e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ne i kujtoi hoxha, Allah e nderoj dhe shpërblet, po i bie se është njësoj si ai hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tha: "Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba." Islami atë ditë kur filloi i huaj dhe do të kthehet një ditë i huaj, lum për të huajt. Këtë lumturi o vëllau im, apo këtë lutje dhe këtë dua po e bën pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. O ju vëllezërit e mi, Allah ju ruaj dhe ju mëshiroft. Allahu xhallahu ala i dërgoi pejgamberët e tij për dy qëllime madhështore. Qëllimi i parë është që t'i therasin njerëzit në besimin në Zotin xhalla xhelalu. Pra e gjithë aktiviteti pejgamberëve të Allahut alayhimu salatu wassalam, nga mëngjesi deri në mbrëmje, nga i pari i tyre Nuhi alayhi salatu wassalam për 950 vite dhe tek i fundi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ishte që t'i therasin njerëzit në besim dhe në akide. Andaj që ne të ulemi të bisedojmë për besimin, për akiden e vëllezërit e mi, do thotë që flasim për aktivitetin më të madh të pejgamberëve të Allahut alayhimu salatu wassalam, që ishte: "Ya qaum u'budullaha ma lakum min ilahin ghayru." O populli ynë, adhurojeni Allahun, ju nuk keni të adhuruar tjetër posa Allahu xhallahu ala. Imagjinoni vëllazën pejgamberin e ju Nuhin alayhi salatu wassalam, 950 vite fshehur azi dhe haptazi, natën edhe ditën, valla ju një ligjërat, me si që ndëjse dhe akshami dhe ndoshta edhe na duket e shumt. Natën edhe ditën 950 vite e thiri popullin e tij në këtë akide dhe besim, në njëshmërinë e Allahu subhanahu wa taala, dhe pse populli i tij e refuzoi davetin e Nuhit alayhi salatu wassalam. Saqë ka ardhur në transmetime vllazën që sa herë që vinte 100 fundi 100 vjetit dhe vinte momenti që të ndrojnë një jetë pleshte e kohës, valinin e emanet djemve të tyre: "O ju djemtë e mi, mos e ndiqni Nuhin alayhi salatu, mos e ndiqni Nuhin." Pra imagjinoni ju vllazën, jo që Nuhi alayhi salatu sa kundërshtohet nga populli i tij, por edhe nga pleqtë dhe nga kryesorët dhe udhëheqësia e popullit në atë kohë. La ilaha illallah. Mos e ndiqni fenë e Nuhit alayhi salatu wasallam, megjithatë ai nuk ndaleshte natë, pra si shtam natën edhe ditën, fshehur azi dhe haptazi që të thërret popullin e tij në besimin e Allahut xhallahu ala. Dhe kur erdhi fundi i jetës, pas 950 viteve, i tuboi djemtë e tij, i tuboi ata të cilët e ndoqën fenë dhe besimin e tij dhe ju tha atyre: "Amarukum bithnaini wa anhaakum an ithnain." O i bitë mi, unë ju urdhëroj me dy punë dhe ju ndaloj nga dy të tjera. Ajo me të cilën e urdhëroi Nuhi alayhi salatu wassalam, i urdhëroi djemtë e tij, ishte: "Amurukum bila ilaha illallah." Po ju urdhëroj juve me shahadetin la ilaha illallah. Ej vllazit e mi, wallahi billahi, aq sa ne do të arruajmë tauhidin dhe njëshmërinë dhe akiden e zemrat tona dhe në fëmijët tonë, aq do të na ruan Allahu xhallahu ala farën edhe pas vdekjes tonë. Aq sa njeriu e humbën besimin në familje dhe nuk e ka gajle dhe dirë se fëmijët e tij ndoshta nuk janë në rrugën e Allahut, nuk janë në rrugën e besimit, nuk e madhurojnë urdhrin dhe ndalesën e Allahu xhallahu ala, ta dish se Allahu ka për me të humbë dhe ke pasardhësit e tu. Andaj njerëzve të cilët varruajti Allahu xhallahu ala farën e tyre dhe pas vdekjes ishin pejgamber të Allahut, se gajlen më të madhe që e kishin ata ishte: "Ej populli, madhurojeni Allahun, ju nuk keni të adhuruar tjetër posa tij." Ndoshta me mijë dhe me mijë vite që ka jetuar Nuhi alayhi salatu wassalam, por ende përmendet emri i tij. Dhe të gjithë pasardhësit pas Nuhit alayhi salatu wassalam janë prej djemve të Nuhit. Imagjinoni imami i tauhidit dhe njëshmërisë dhe i akidës dhe i besimit, kush ishte vllazën? Që përmendet në për libra i thot imami i tauhidit, kush ishte? Kush për pejgamberve?
Ibrahimi alayhi salatu wassalam, andaj edhe Allahu xhallahu ala vendosi që të gjithë pejgamberët pas Ibrahimit të jenë djemve të tij. Nuk ka asnjë pejgamber pas Ibrahimit alayhi salatu wassalam që nuk është pe bijve të Ibrahimit. Qoftë Ismaili që pas 3500 viteve Allahu e dërgoi pejgamberin ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që është gjeneza e Ibrahimit, qoftë Ishaku që të gjithë pejgamberët e Beni Izraelitëve janë nga gjeneza e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Pa shihni ju vëllezër e mi se aq sa robi do të harruan akide dhe besimin dhe tauhidin në zemrën e tij dhe në familjen e tij, po aq Allahu do të harruan në pasardhësit e tij që ata të dërgojnë mëshirë dhe rahmet para ata. O ju vëllezër, kanë ardhur argumente të shumta nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flasin për vlerën e madhe të këtë besimi dhe akides që elhamdulillahi rabbil alamin Allahu xhallahu ala i ka falni atë. E para tyre Allahu xhallahu ala thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë nuk i kam kriju xhinnet edhe njerëzit vetëm që të më njësojnë me ibadet dhe adhurim. Pra shkaku sepse unë të kam kriju ty o njeri dhe të kam nxjerrë në faqen e tokës është që ti ta njësosh Allahu me tauhid. Shkaku sepse Allahu i ka kriju xhinnet, i ka kriju qiejt, i ka kriju tokën dhe të gjithë krijesat i kanë nënshtruar për ty që ty të jesh robi dej ka shi Allahu subhanahu wa taala. Pa pasi që çështja që ka këtë përsëri kthehemi ju vllazën, alhamdulillah që Allahu xhallahu ala na mundsoi që sot ne të ulemi në këtë mezhliz dhe të flasim për esencën e krijimit të çdo njeri prej nesh. Gjithashtu e përmendëm më herët, por edhe në këtë ajet që do ta lexojmë tash, se Allahu xhallahu ala po na tregon se puna dhe aktiviteti i gjithë pejgamberëve të Allahut alaihimu salatu wassalam ka qenë pikërisht i fokusuar në këtë çështje që ti thrasin njerëzit në besimin në Allahun xhallahu ala. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut." Me të vërtet ne kemi dërguar në çdo popull pejgamber, çdo fisi dhe çdo kabiles Allahu i ka dërguar një pejgamber, një thirrës. Cili ishte misioni i tij? Misioni i tij ishte vetëm një: "An i'budu Allah wajtanibu at-taghut." Njerëz adhurojeni Allahun dhe shmanguni adhurimin të çdo kujt tjetër posa Allahu subhanahu wa taala. La ilaha illa Allah. Andaj vallahu im sa herë që në familjen tënde i urdhërosh familjarët apo koqshit apo dashamirët apo shoqëruesit tënd në punë për adhurimin ndaj Zotit xhallahu ala, që t'i ruan shirkut, t'i largohen detajeve të shirkut, ta dish vallahi se je duke bë punën e pejgamberëve të Allahut alaihimu salatu wassalam. Andaj ju e dini vllazën se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi Muadh ibn Jabeli për në Yemen si misionar të pejgamberit të Allahut, si misionar të Islamit dhe thirrës në fenë e Zotit subhanahu wa taala, ndër të tjera i dërguari i Allahut i tha: "Waliyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah." Le të jetë gjë e parë për të cilën ty do t'i thrasësh ata shahadeti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Andaj vallahi billahi ju vllazën, për këtë shahadet kaq të madh, kanë thirrë pejgamber të Zotit para nesh, edhe pse nuk e kanë pas asnjë ndjekës. Nuk e di që ka mundësi që një misionar për një drejtim tjetër të thërret njerëzit, në qoftë se nuk ka ndonjë interes për interesave të dunjas apo nuk ka njerëz që e ndjekin. Këto pejgamber të Zotit alaihimu salatu wasallam nuk kanë pas interesin e dunjas dhe në të njëjtën kohë nuk kanë pas asnjë ndjekës, megjithatë nuk janë lëkuar nga thirrja e fenë e Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Mu shfaqën popujt para meje, kur janë në mesin e tyre pash pejgamber që i kishte dy ndjekës." Pash pejgamber që e kishte vetëm një ndjekës. Wa raitu an-nabi wa laysa ma'ahu ahad, dhe pash pra Allahu kur mi shfaqi popujt që kanë qenë para nesh, pash pe pejgamberëve dhe misionarëve të Allahut që kanë qenë para nesh, nuk e kanë pas asnjë ndjekës. Dëshmitar bile në ditën e Kiametit, diç këtë do ta kenë pejgamberin ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do t'ju thot Allahu xhella xhelalu: "Ke keni dëshmitar për thirrjen dhe davetin e ju që e bot në jetë?" Do t'i thonë: "Ja Rabbi, ne nuk kemi dëshmitar, por kemi pe Muhamedit dhe umetin e tij alaihi salatu wassalam." Para se Allahu tha në Kur'an se Muhamedi do të jetë dëshmitar për popujt që kanë qenë para nesh. Pra që do thotë ju vllazërit e mi, mos u dëshproni, mos u dorëzoni në thirrjen e besimit në Zotin xhallahu ala, edhe në qoftë se nuk kemi interes të dunjas, dhe çështja është e tillë, edhe në qoftë se nuk kemi ndjekës dhe pasues, por ta dimë ju vllazërit e mi se ne jemi misionar të Allahut te bareke ve teala, ne kemi ndihmën e Zotit xhallahu ala, ne na ka garantuar Allahu subhanahu wa taala se përderisa thrasim në këtë fe, Allahu do të na ruan ne edhe në barkun e tokës kur do të tretemi, do ta nxjerrën Allahu dikën që do më lutje dhe duaja për ne. E thot Allah je pas mëshiru filani, nuk ndalesh të be duke fol për Allahun subhanahu wa taala dhe madhërinë e tij. O ju vëllezërit e mi, Allahu xhallahu ala e ka vendos
jemi ende tek rëndësia dhe vlera dhe pesha e madhe e akides dhe këtij besimi që vetëm na i ka falë Zoti, elhamdulillah rabbil alamin. Në qoftë se i qasem i librit të Zotit xhallahu ala, do të shohim se ajeti i parë i cili urdhëron për diçka në librin e Allahu xhallahu ala është ajeti i cili urdhëron për akiden dhe besimin dhe njohurinë e Allahut. Allahu xhallahu ala, pra nëse e marrim surën Fatiha, nuk ka asnjë urdhër për urdhërat e Allahut. Nëse fillojmë ta lexojmë surën Bekare, do të shohim se ajetin e parë ku Allahu xhallahu ala në formë urdhërore por na urdhon diçka, është ajeti ku Allahu thotë ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. O ju njerëz, pra qofshi ju musliman apo ju musliman, adhurojeni Zotin e juj, i cili ju krijoi ju dhe ata të cilët ishin para jush, kështu që ju të bëni të devotshëm. Pra urdhëri i parë që i ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga ana e Allahu xhallahu ala në librin e tij, dhe që ne kur e lexojmë hasim atë është adhurojeni Allahun subhanahu wa taala. Dhe ne e dimë ju vëllazën se Allahu kur urdhëron diçka, urdhëron për diçka që ka vlerë dhe që ka peshë. Pastaj ndalesa e parë në qoftë se lexoni librin e Allahu xhallahu ala, do të shihni se ndalesa e parë në Kur'an është ku Allahu xhallahu ala thot wal fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Mos si bani ortak Allahu kur ju e dini. La ilaha illallah. Urdhëri i parë është adhurojeni Allahun. Ndalesa e parë mos i bani Allahut ortak dhe shirk. Vëllazën, ndoshta ne na duket edhe thjesht, edhe ndoshta edhe e recitojmë edhe e këndojmë elhamdulillah, ne jemi besimtar. Mirë, po jo rastësisht vëllezërit e mi, Zoti ju ruaj dhe mëshiroft. Po na tregon Allahu xhallahu ala se pe mësimeve dhe këshillave të pejgamberëve të Allahut para nesh kanë qenë drejtuar fëmijëve të tyre, adhurojeni Allahun dhe mos i bëni shirk atij. Shirku ju vllazën është diçka shumë e fshehtë, që çdo njeri prej nesh mund të bie në atë edhe pse nuk e dije. Mirë, po do të vjen një ditë që do të kërkojmë të kthehemi edhe një në jetën e kësaj dhunjaje, por kthima nuk ka. Allahu na tregon në gjuhën e Lukmanit alayhi salatu wasallam se këshillën e parë që ia dha djalit të tij, ya bunay la tushrik billah, o birim, mos i bësh shirk Allahut, inna ash-shirka la dhulmun adhim, se me të vërtetë shirku është mëkati dhe zullumi dhe padrejtia më e madhe. E vllazën, u mendoj që është duke na ish shirku në shtëpiat tona. A e keni pas se fëmijët tonë e njohin më mirë Mesin dhe Ronaldo se sa e njohin sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Wallahi po i dëgjojnë fëmijët tonë se thoton e du Messi, tjetri thoton e du Ronaldo, edhe pse ndoshta i ka 2 vjet. Si ka mundësi, më thënë, në akiden e besimit tonë të dumë qafirët dhe pabesimtarët? Allahu te bareke ve teala na i ka ndaluar një gjë të tillë ndaj të afërmve tonë, më të afërt. Po ti respektojmë ata dhe ti nderojmë. Mirë, po dashuri nuk i shfaqin vetëm atyre që kanë iman dhe tauhid. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se njeriu nuk e do ta arrijë besimin e vërtetë dhe ëmbëlsinë e imanit derisa ta don Allahun dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të urren atë që urren Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pa kjo është vetëm një sekuel, diçka shumë e thjeshtë ju vllazën për ta kuptuar se çështja është shumë e rrezikshme vallahi. Për këtë arsye thirrja e ulemave dhe pejgamberëve para nesh, pastaj edhe ulemave vazhdimisht, edhe fokusi i tyre në besimin dhe në akiden dhe në tauhidin, kjo është parsisht është çështje shumë e madhe vallahi. Mund të dalim nesër para Allahu xhallahu ala dhe të ringjallemi para Allahut me filanin edhe alanin, edhe pse ata kur hinë në lojën e futbollit fillimisht të bëjnë kriqin, Allah na ruaj ya rabbil alamin. Për kjo ndoshta aludon se aq shumë është zbeh besimi dhe akidja në zemrat e çdo njeri për ne, saqë ndoshta edhe dikush që thotë çka thot hoxha. Allah na ruaj ya rabbil alamin. Vëllazën tauhidi dhe akidja është haku më i madh i Allahu xhallahu ala, të cilin hak e bile edhe nuk e falen Allahu subhanahu wa taala nëse ne nuk e realizojmë atë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë për ditëve në hadithin e Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu i tha Muadhit, ja Muadh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah? O Muadh, a din se kush është haku më i madh i Allahut që ka tek robërit dhe haku i robërve që ka ndaj Allahu xhallahu ala? Muadhi radhiyallahu anhu tha Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e din. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam tha haku më të madh që kanë robërit ka shi Allahu azza wa jall an yuwahhiduhu wa la yushriku bihi shay'a, është që ta njësojnë Allahun me besim dhe të mos i bëjnë Allahu xhallahu ala shirk. Gjithashtu për ta kuptuar ju vëllezërit e mi vlerën e madhe të kësaj bisede që jemi duke biseduar. A e dini vëllezër se në vendet arabe më shumë se 2000 varreza që adhurojnë posa Allahu xhallahu ala?
Në vendet arabe, njerëzit të cilët e flasin arabishtën. Dhe një prej varreve më të mëdha që shkojnë ndoshta me qindra dhe mija dhe bile dhe miliona njerëz që shkojnë për çdo vit, edhe i bojnë sejdë atij dhe i luten atij varrit të Bedawiut në Kairo në Egjipt, me miliona njerëz shkojnë dhe adhurojnë atë posa Allahut. Mos flasim me vëllezër varrezat që në Irak, varrezat të cilët janë në Iran, varrezat të cilët janë në Siri, varrezat të cilët janë në Tunis, varrezat të cilët janë në Maroko dhe janë në Algjeri dhe të tjera, varreza i vëllezër më të mëdha se kjo ndërtesë, se kjo xhamia Allahu xhelle wala. Gjëja se në të është i varrosur filan. Varrezat të cilët janë në Turqi dhe në Stamboll, që me mije njerëz brenda ditës hyn brenda dhe lusin Ebu Ejub el Ansariun apo lusin filan pe fjalën filan pe evlijave të Allahut, dhe ata edhe mund të jenë evlija të Allahut, por evlijaja dhe as pejgamberët e Allahut para atyre nuk posedojnë diçka për asaj që e kanë në dorë vetë Allahu xhallahu ala subhanahu wa taala. Pra që do thotë ju vëllezërit e mi, ripërtëria e vazhdueshme këtyre bisedave, besimi në Allahun, e tauhidit, se s'ka bekush që meriton të adhurohet posa Allahut, nuk betohemi në dikën tjetër posa Allahut, nuk shpresojmë dikën tjetër posa Allahut, nuk frigohemi për dikujt tjetër posa Allahut, nuk e lusim dikën tjetër posa Allahut, nuk e shpresojmë dikën tjetër posa Allahut, dhe të ngjashme për llojeve të ibadeteve dhe adhurimeve që e meriton vetëm Allahu. Nuk bëjmë ruku për dikën tjetër posa Allahu, nuk bëjmë sejdë për dikën tjetër posa Allahu, nuk shkojmë t'i lutemi dikujt tjetër posa Allahu të madh te bareke ve teala. Kjo është haku i Allahut, të cilin hak nuk e falen Allahu xhallahu ala, ajetin që përmendi edhe hoxha. Inna Allaha la yaghfiru yushraka, nuk e falen Allahu shirkun, absolutisht vallahi. Në qoftë se njeriu vdes dhe e gjen ditën e takimit me Allahun xhallahu ala me shirk, ai fundin e ka në zjarr të xhenemit. Nuk e falen Allahun në asnjë mënyrë. Në qoftë se ka bërë shirk të vogël, atë patjetër do të jenë në zjarr. Edhe shirkun e vogël nuk e falen Allahu subhanahu wa taala. Patjetër që do ta shijon zjarrin e xhenemit derisa ka vendosur Allahu që ai dënimi ja ka shkry shirkun, atëherë do ta fut në xhenet. Kurse kush e takon Allahun xhallahu ala me shirk të madh, Allahu na ruaj, ai është në zjarr të xhenemit përgjithmonë dhe nuk del prej atij edhe nëse 80 vite i ka bërë sejdë Allahu xhelalu. Ka njerëz o ju vllazë dhe mi që ndoshta me vite dhe me vite i bëjnë sejdë Allahu subhanahu wa taala, me bashkën në përvareza të mira, në për kollëxhbaba dhe bëjnë shirkiate, Zoti na ruaj. Eudhu billah që të dalin para Allahu subhanahu wa taala ju vllazë me sevape dhe vepra sa male dhe kodat edhe kodrinat, një moment Allahu do thotë bëhuni hije pluhur. Pse ja Rabbi? Cili ishte gjunai dhe më shirku, të cilin nuk e falen Allahu. Andaj edhe Lukmani alayhi salatu wasallam tha: "O bir, mos i bën shirk Allah, la tushrik billah, ma be shirk mos i bën i Zotit xhallahu ala." O ju vëllezër të mi, a dini çka është shirku vërtet në realitetin e saj? Se ne folim hoxhallar shirku. A dini çka është shirku? Është ta'alluq al-qalbi bi ghayri Allah, lidhja e zemrës me dikën tjetër posa Allahut. A keni pa ndonjëherë ndoshta kur sëmohet njeriu, i pari që i shkon në mendje është mjeku dhe doktori. Më falë, më si të shkoj në mendje Allahu subhanahu wa taala. A di se shafi el haqiqi, shëruesi i vërtet është Allahu xhallahu ala? Po pse të shkoj mendja ke doktori? Që do të thotë se tauhidi është i zbehur o ju vllazër. Në qoftë se na godet një fukarallog, një borxh, na shkon mendja tek filani, pse nuk na shkon mendja tek Rabbul Alamin subhanahu wa taala? Bile ndoshta ndonjëherë në për mezhlise me ju tregon njerëz se shpaguesi borxheve, shëruesi vërtet është Allahu xhallahu ala, ndoshta dikush na thotë më këta si sufistët. Jo, me realiteti është ajo, vallahu i gjithçka në qiell në tokë posedon Allahu subhanahu wa taala. Nëse një gjeth prej qiellit nuk bie pa lejen e Allahut, shërohet dikush pa lejen e Allahut, shpagohet borxhi dikujt pa lejen e Allahut subhanahu wa taala. Andaj shihu jon shehja thonte ma'buduke awwalu khatiri yakhturu fi balik, adhuruesi yti vërtet është ai i cili i pari të shkon në mendje në momentet e sprovave dhe belajave. Ndalo. Të lutem dëgjoj këtë vëllai dhe për ligjëratës time, nëse nuk mbetet diçka vetëm se kjo, a ne njerë kur kemi qenë në ligjëratën e hoxhës, ne i obligoj secili prej nesh ta thotë këtë fjalë derisa të ngulitet. Andaj edhe ku mbajt mend. Ma'buduke awwalu khatiri yakhturu fi balika 'inda al-mulimmat. Adhuruesi yti vërtet është ai i cili të shkon në mendje i pari në momentin e sprovave dhe belajave. Pra në momentin kur sëmohet, kush shkon në mendje i pari? Ai është adhuruesi yt në realitet, Zoti na ruaj. Në momentin që të godet një bela në jetë, kush të shkon në mendje i pari? Ai është adhuruesi yt i vërtet. Ku i shkon në mendje i pari Allahu xhallahu ala, do thotë se adhurues të vërtet në zemër e ka vetëm Allahu subhanahu wa taala. Andaj pra çështja vllazën përsëritem nuk është shumë e thjeshtë, vallahi nuk është shumë e thjeshtë.
Këtu edhe ka qenë fokusi i pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam 13 vite në Mekë. Më fal vëllazën, Zoti ju ruaj dhe mëshirat. Si e kuptojmë ne që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 13 vite në Mekë pas ka thënë në tauhid? E 13 vite janë shumë. Më falë edhe atë 13 vite me kohëzjatje pejgamberike. Jo me ligjeratën e hoxhës një në javë, ai s'ka mbaj ligjerat një në javë. Mëngjes edhe darkë. Pas çdo namazi. Në çdo moment, para hyrjes në xhami, mbas hyrjes në xhami. Imagjino edhe i hipur në deve i ka thënë Ibn Abbasit, ruaj Allahun që Allahu të truan ty. Domethënë edhe duke qenë në lëvizje vazhdimisht i ka thënë njerëzit në tauhid. Si e kuptojmë këtë? Që do të thotë, unë personalisht e kuptoj se faktikisht kjo çështje nuk që ka shumë e thjeshtë. Vallahi që ka shumë madhështore. Dhe nuk e te i kaloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çështjen e besimit dhe tauhidit dhe ngulimin e saj në zemrat e njerëzve derisa vërtet realisht u ngulit ajo. Pastaj erdhën urdhrat dhe ndalesat. Pastaj na obligoi Allah me namaz, me zeqat, me agjerime dhe me haxh dhe me të gjitha ritualet tjera fetare. Deri pa u ngulit besimi dhe akidja i vëllaz, e gjithë ndërtesa është pritet që të bije. Shtylla e ndërtesës është besimi në Allahun subhanahu wa taala. E vëllazën, Allah ju ruaj dhe mëshiroft. Shpresoj që këtë pjesë të parë të bisedës e kuptuam inshallah taala, kurse pas asaj vijnë disa nga argumentet. Kjo ishte argumentet që na tregonin për vlerën e tauhidit, apo rëndësinë e saj, kurse për vlerën e tauhidit kanë ardhur argumente të shumta gjithashtu nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhallahu ala thot: "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Thot Allahu xhallahu ala, pra ata të cilët besuan dhe nuk e përzin besimin e tyre me padrejtësi, me zullum, të tillëve ju takon siguria. Shihni vëllazën, Allahu xhallahu ala në këtë ajet thot ata të cilët besuan, pra akiden, besimin, dhe besimin e tyre nuk e përzitën me dhulm, me padrejtësi. Dhulm e ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka do të thotë. Thot i dërguari Allahut, dhulmi në këtë ajet është për qëllim shirku. Pra ata të cilët e besuan Allahun dhe nuk i bën shirk atij, të tillëve Allahu do të vajep siguri. Po për cilën siguri flet Allahu xhallahu ala në Kur'an? Siguria më e madhe për të cilën flet Allahu në librin e tij është siguria në ditën e Kiametit. Pra kush e takon Allahun xhelle xhelalu në ditën e Kiametit vëllazë me akide dhe besim, të tillët kanë sigurinë e plotë. Sigurin për të cilën e ka për qëllim Allahu në këtë ajet është siguria e varrit. O vëllahu im, vallai varri është shumë i trishtueshëm. Mirë thënë, vallai veç kur e kujtojmë na trembemi. Po imagjino kur ta shih. Imagjino kur do mbetemi vetë në varret tona, sa rënd do të jetë. Por Allahu thot ata që do ta takojnë Allahun me akide dhe besim të shëndosh, duke mos i bërë shirk Allah, ulaika lahumul amn, të tillëve ju takon siguria. Siguria e plot, mos u tremb, mos u brengos, as mos u frigo. E as mos u brengos për atë që e ke lënë mbas vetes. Ne jemi në siguri dhe garancën tënde. Dhe më e madhja ju vëllazë dhe mi se Allahu xhallahu ala tokën e xhenetit e ka quajtur toka e sigurisë dhe garancës. Kush e takon Allahun në ditën e Kiametit me tauhid dhe njohshmëri dhe duke mos i bërë shirk atij, Allahu xhallahu ala ja ka premtuar fundi që do të jetë në tokën e sigurisë të plot. Andaj në hadithin e Enesit radhiyallahu anhu, hadithin kutsi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se ka thënë Allahu xhallahu ala: "Ya ibn Adam, law ataytani bi qurabi al-ard khataya, thumma laqitani la tushrik bi shay'a, la ataytuka bi qurabiha maghfirah." Allahu akbar. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se ka thënë Allahu në hadith kutsi: "O bitë Ademit, në qoftë se do të më vini në ditën e Kiametit sa faqe e tokës me mëkate dhe gjunahe, por do të atakoni Allahun duke edhe ju nuk i keni bërë shirk atij, Allahu do t'ju vjen me paq, falje dhe mëshirë." Subhanahu wa taala. Hadithin e Ubad ibn Samit radhiyallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men shahidan la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, adkhalahu Allahu al-janna ala ma kana min al-amal." Hadithin tjetër pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kush e dëshmon shahadetin la ilaha illallah, Muhammadar rasulullah, dhe enne Isa abdullahi wa rasulu, dhe dëshmojmë se Isai është robi dhe i dërguari i Allahut, Allahu xhallahu ala do ta futë atë njeri në cilën do pe dirve të xhenetit don, edhe pse pa le çka ka punuar në jetën e dunjas."
Pra nëse do të atakojmë Allahun ditën e Kiametit me mëkate sa kupa e qiellit dhe sa është rrafshina e tokës, por ne takojmë ato me tauhid, me besim në njëshmërinë e Atij subhane, Allahu do të na vjen me paq falje dhe mëshirë. Lek elhamdulillah. Hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah." Allahu ja ka bë haram zjarrit të xhenemit trupin e atij njeriu që thot la ilaha illa Allah duke shpresuar faljen e Zotit apo fytyrën e Allahut. Në hadithin e Musës alayhi salatu wassalam, Musa i thot Allahu xhallahu ala në një prej takimeve të tij: "Ja Rabbi, më tregon një fjalë që të të përmendë dhe të ta kujtoj, të të kujtoj me të." Allahu xhallahu ala i tha: "Ja Musa, thuaj la ilaha illa Allah." O Musa, thuaj shahadetin la ilaha illa Allah. Musa alayhi salatu wassalam i thot: "Ja Rabbi, po gjithë robërit e tua thon këtë fjalë, fjalë lehtë në gjuhë." Tha: "Ja Musa, në qoftë se 7 qiell dhe banorët e saj dhe 7 toka dhe banorët e saj vendosen në një anë të peshojës dhe fjala la ilaha illa Allah në anën tjetër, do të rëndon fjala la ilaha illa Allah." Wallahi fjalë shumë e lehtë, si na i ka falë vërtet Zoti ne. Pasha Allahun xhelle xhelalu ju vllazën qafirët e kanë rënë ta thon këtë fjalë. Ma e rënë se sa është qielli dhe toka të vendosen mbi shpatullat e tyre, ata e kanë aq rënë dhe vështirë. Ne na i ka bëu aq lehtë Allahu xhelle xhelalu. Kjo është mirësi e madhe, vallahi nëse nuk dali për kësaj ligjërate, vetëm se ndjenja e madhe për mirësinë dhe dhuratën dhe për përzgjedhjen e Allahu xhallahu ala ndaj nesh, kjo do të kishte qenë mjaftueshme, vallahi. Ja Musa, nëse 7 qiell dhe banorët e saj dhe 7 toka dhe banorët e saj vendosen në një anë të peshojës dhe fjala la ilaha illa Allah në anën tjetër, vallahi do të rëndon fjala la ilaha illa Allah. Në një prej haditheve ju vllazi dhe mi thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të del një njeri ditën e Kiametit me mëkate ku 99 librat i ka të stërmbushur me gjunahe dhe mëkate. Dhe Allahu xhallahu ala do t'i thot lexo libri. O robi, mos të kom bo padrejti. Ja Rabbi, jo vallahi. Këtë punët e tua, veprimtaria yte. Atëherë Allahu xhallahu ala do t'i thot me laqeve, me lekët e mia kanë betë edhe diçka. Thon ja Rabbi, kanë betë një fletë e vogël. Thot nxjerrin e atë, për arsye se sot është dita kur unë askujt nuk i bëj padrejti. Kur ja del një letër e vogël e vllazën e të është shkruar la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Atëherë vetë robi do thot ja Rabbi, për çka bën dobi be kjo letër ka shik 99 librave, një libër prej tyre është aq sa është hapësira me sjelljet edhe tokës apo aq sa shef shikimi i njeriu. Mirë, do të vendoset ai letër, kur do të hapet ajo do të jetë la ilaha illallah. Do të vendoset në një anë të peshojës dhe 99 libra në anën tjetër do të rëndon fjala la. Fatashat bihin la ilaha illallah, nuk peshon asgjë me këtë fjalë të madhe që na i ka falë Allahu subhanahu wa taala. Hadithet realisht i vllazën që flasin për këtë çështje të mëdha, mirë po ne mjaftohemi me kaq për të vazhduar në disa pika tjera mendoj që janë të rëndësishme. Atëherë thot el-aqida ju vllazën është emruha emrun tawqifi. Domethënë një çështje shumë e rëndësishme që në realitet e kam përgatitur ligjëratën si një çështje që edhe shkruhet edhe e tillë është natyrshmëria e seminareve. Por si do që ti mjafton të mbetet në regjistruar në mendjet tona. Akidja vllazën thot është diçka e përcaktuar. Është çështje tekstuale. Çka do thot kjo? Akiden dhe besimin e nuk e marrim nga filozofët, e as nuk e marrim nga të krishterët dhe qifutët, edhe nga librat të cilat ka prek dora njeriut, por akide dhe besimi vllazën e marrin nga libri i Allahut dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në realitet kjo çështje, një pjesë të saj përmendi Hoxha, është çështje shumë e rëndësishme, që thash kisha pasqyrë çdo njeri për ju ta shkruan. Pastaj edhe ta diskutojmë me lejen e Allahut. Çka do thotë ju vllazën el-aqida tawqifiyya? Akidja është tekstuale, që ka ardhur në tekstet e Kuranit dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që do thotë se çdo çështje të cilën ne besojmë, nga besimi në Allahun, besimi në melaqe, besimi në librat, edhe në ditën e llogarisë, në kaderin, e të ngjashme si ajo, të gjitha i besojmë ashtu siç kanë ardhur në librin e Allahut dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju vllazën dijeni se çdo devijim i cili ka ndodhur në akide dhe në besim, nga grupacionet e devijuara islame është pikërisht se ata nuk e kanë marrë akiden dhe besimin nga ajo që ka nga Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke mos shtu dhe duke mos paksu. Merri emra dhe cilësitë e Allahu xhallahu ala. Ne besojmë për Allahun atë që e ka pohuar Allahu subhanahu wa taala për veten e tij.
Allahu xhallahu ala vllazën e ka pohuar në librin e tij se ai qëndron mbi arshin e tij bujar. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Rahmani i cili mbi arshin e tij qëndron. Vin grupacionet dhe e komentojnë jo qëndrimi është për qëllim kjo, po pse më vëllai? Pohoje për Allahun atë që ka pohu Allahu xhallahu ala për veten e tij, shumë e thjeshtë. Dhe ne e mohojmë për Allahun atë që Allahu e ka mohuar për veten e tij. Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allahu nuk e ka plon as kotja as gjumi. Pra e mohon Allahu kotjen për veten e tij dhe ne themi Allahu nuk e ka plon kotja. Dhe Allahu e mohon për veten e tij që ta ka plon gjumi dhe ne themi Allahu nuk e ka plon gjumi. Pra për këtë arsye akidja e ehli sunnetit dhe ju vllazërit e mi është se akidja islamie është tauqifie, është e përcaktuar nga Allahu dhe pejgamberi. Dhe është tekstuale, domethënë nga teksti i Kuranit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj rregulli fetar thotë ju vllazën, dhe nuk ka që dikush më mirë e njeh Allahun se sa vetë Allahu. Dhe nuk ka dikush prej krijesave që e njeh më mirë Allahun se sa pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe besimi dhe akidja mirët nga Allahu dhe pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam. Shihni vllazën, ne e dim se akidja dhe besimi pjesa më e madhe e saj është ghaib, është e fshehtë. Dhe gjën e parë të cilën e ka lavdëruar Allahu xhallahu ala në librin e tij, alladhi yu'minuna bil ghaib, ata të cilët e besojnë ghaibin të fshehtën. Gajbi më i madh në qiellin e tokë është Allahu te bareke ve teala. Pra gajbi më i madh është Allahu xhallahu ala, andaj dhe si ti ne nuk e kemi pa Allahun subhanahu wa taala që të mund ta dim se si duket ai. Dhe as nuk ka dikush që i përngjason madhërisë dhe madhështisë së tij që ta dim vallahi filani i përngjet atij. Hasha vallahi që të jetë dikush si Zoti xhallahu ala. Atëre vetmja shans dhe mundësi për ta njohur Allahun xhallahu ala është nëpërmjet lajmëtarëve. Dhe lajmëtarët e Allahut azza wa jalla pejgamberët. Pejgamberët kanë folur nëpërmjet librave të shenjtë. Andaj edhe mbetet e vetmja rrugë dhe mundësi për të njohur detajet e akidës dhe besimit është rruga e Allahut dhe rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ajo që na ka ardhur nga ana e Allahut dhe nga ana e pejgamberit alaihi salatu wasallam. E kundërta ju vëllezërit e mi, mëkati dhe gjunahi më i madh që i bëhet Allahut është që të flasi për Allahun pa pas dije. Andaj Allahu xhallahu ala thot: "Qul inna ma harrama rabbi al-fawahish", thua ju atyre se Allahu i ka bën haram mëkatet filane dhe i përmendën me rend, thot mëkati më të madh që ka bë haram Allahu an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, që ta thoni për Allahun atë që nuk e dini. Çka do thotë ky rregull madhështor, ju vëllezërit e mi, që duhet të shkruhet dhe të ngulitet edhe në zemrat e juaja, që sa herë që të jemi ndoshta në ndonjë debat me dikant, ne themi që besimi dhe akidin e marrin nga fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po filani pe ulemave, Imam Abul Hasan al-Ash'ari apo Maturidi apo qoftë Ibn Taymija apo filani fjala, kushdo pe dietarëve të Islamit e ka komentuar jetën të këtij. Jo. Ajo është çështje gaibie, ju vllazën, atë di vetëm Allahu te bareke ve teala. Andaj Ibn Uthaymin rahmetullahi alayhi thonte, rrugët dhe mundësi për të njoftë fshehta janë tre. Ose ta shohish të fshehtën, e shohish këtë telefon, edhe e dish o vëllau im se si duket. Ose e dita të ketë diçka që i përngjason asaj, do një telefon i ngjajshëm si ky dhe themi ja shohish kët, po ai telefoni që unë jam duke ju fol juve është i përngjajshëm. Edhe e treta që të vjen dikush i të na i përshkruan atë, është si katror, është i ka 3 kamera, është kështu me radhë. Ma kam një lloj pasqyrimi se si duket ajo. Mere gajbi dhe të fshehtën më të madhe në qiellin e tokë që është i madhi Allah subhanahu wa taala. A kemi pa ndonjëherë Allahun xhallahu ala? Jo. Pra që dikush të flet për Allahun subhanahu wa taala diçka dhe ai nuk e ka pa, ajo është për gënjeshtrim, ajo është gënjeshtër. E dyta, a ka dikush që i përngjet Allahu subhanahu wa taala që pastaj në bazë të asaj të kemi një lloj pasqyrimi se si duket ai subhane, lejse kemithlihi shay. Askush nuk i përngjet Allahut. Atëherë e treta ju vëllezër i tham që të vijë dikush dhe të na i përshkruan cilësitë e një të fshehte që ne nuk e kemi pa. Ai i cili na ka ardhur pe lajmëtarëve që të na i përshkruan cilësitë e kësaj të fshehte të madhe që quhet Allahu subhanahu wa taala, janë pejgamberët e Zotit. Në këtë rast pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe lajmëtari patjetër që do të jetë besnik dhe ta thot atë që e ka dëgjuar pe lajmëtari tjetër ashtu siç ka ardhur. Ndoshta duket pak filozofike, por është madhështore vallahi. Një çështje tjetër madhore ju vëllezërit e mi në çështjen e akidës dhe besimit është, pra ju kisha lutur ju vëllazën që ta mbani mend këtë çështje dhe të ngulitet në zemrat e juaja. Akidja është e përcaktuar nga Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është çështje e filanit, nuk është çështje e ulemave, nuk është çështje
filozofike, por është çka ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dyta ju vëllezër e mi në çështjen e akides, dhe është shumë e rëndësishme, se akidja nuk është mall për të debatuar. Andaj ju kisha lutë, kemi frikë Allahu subhanahu wa taala, mos e vendosim akide dhe besimin ton në tavolinat e debateve. Absolutisht, ka ndalu dietar, para se ka ndalu edhe Allahu xhallahu ala. Allahu e ndaloi për debatin e akidës dhe besim pejgamberin e tij dhe dashamirën e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kur të ulen në një tavolinë ju vëllazër, që bisedohet për emra dhe cilësitë e Allahut në pozitën e debatit, ikni pas kësaj tavoline. Për arsye se nuk debaton për Allahun, për emra dhe cilësitë e Allahut vetëm një njeri i cili ka zbehje të besimit në zemrën e tij. Nuri dhe drita dhe shkëndia e imanit është zbeh në zemrën e tij. Kurse ai i cili madhëron Allahun subhanahu wa taala, çështja e tij është nështrim dhe dorëzim. Nga se edhe esenca e Islamit, e vëllezër, që është Islam është nështrim dhe dorëzim. La ilaha illallah. Allahu xhallahu ala i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah. Në qoftë se ata të debatojnë ty o Muhammed, debatoj edhe ty me ata? Jo. Allahu xhallahu ala, pra nëse ty ata të debatojnë për çështjen e Allahut dhe madhështinë e tij, të debatojnë edhe për çështjen e fesë dhe besimeve, të melaqeve, të kaderit të Allahut. Faqul aslamtu wajhi lillah. Ty o Muhammed thuj, unë jam dorëzuar Allahut. Unë nuk debatoj me ju. Unë jam nënshtruar Allahu xhallahu ala. Andaj, ju vëllezër, feja jonë është davet. Feja jonë është thirrje dhe jo debate dhe polemik. Kush dëshiron të bën polemik dhe debate, ju vëllezër e mi, për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ne çohemi për atij mezhlisi dhe absolutisht nuk tolerojmë. O Zot, vetëm në qoftë se është dikush i hoxhallarëve dhe dietarëve ton, i cili i ka në dorën e tij armën e Kur'anit dhe Sunetit të fuqishme, që ka mundësi që ti demanton të gjitha argumentet të cilat i posedon kundërshtari. Kurse ne si popull i thjesht, si xhamatli të thjesht, çështja jone e gjitha është amantu billah, e besova Allahu subhanahu wa taala. E gjitha është ne e besojmë Allahun xhallahu ala dhe nuk hyjmë në çështjen e debateve. Andaj, pra çështja Allahu ekber, këto ndërlidhet ajo vëllezërit e mi, se çështja e akides nuk që ka çështje e biseda dhe debate në tavolina, por çështje besova Zotin xhallahu ala. Këtë që dëshiroj ta përmend për fund inshallah taala ndërlidhet me fjalën e hoxhës, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vllazën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi në Isra dhe në Miraj. Dhe pa atje për mrekullive të Allahu xhallahu ala çka deshte Allahu të sheh. I pa edhe një pjesë të pejgamberëve të Allahut. Momenti kur erdhi nesit ai dhe po va tregon arabëve dhe Paris dhe mushrikëve të Mekës se çka ndodhi me atë mbram, e gjitha ishte gajbe fshehtë. E gjitha mund të besohet vetëm nëse ke besim, akide. Por sa ti pasi që ju mungonte akidja dhe besimi, ata fillojnë që të debatojnë me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, si është e mundur. Brenda një natë që njeriu të udhëton nga Mekja deri në Mesxhidul Aqsa. Kur ata arabët, pasi që ishin dhe populli i tregtisë dhe i karavaneve, e dini se për shku deri në Quds, deri në Mesxhidul Aqsa ndoshta kalojnë javë, ndoshta edhe muaj. E si është e mundur që Muhamedi kalon brenda një natë udhëtimin e tij nga Mekja deri në Mesxhidul Aqsa? Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tregoi atyre edhe për Isra'in dhe për Mirajin. Nuk mundet. Është e pamundshme. Brenda një natë ky njeri jo që pas ka udhëtuar prej Mekës deri në Mesxhidul Aqsa, po bile dhe pas ka hyrë deri në shtatqije, deri në Sidratul Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Andaj ju vëllezërit e mi, këtu u lëkund besimi dhe atyre që kishin pak besim në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kurse mushrikët dhe pabesimtarët e shfrytzuan këtë rast që ta lëkundin edhe besimin e kujt? Të Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, dhe shkun tek Ebu Bekri. Ebu Bekri si ishte në mezhlis në atë moment. Dhe i tregon Ebu Bekrit, a e ke dëgjuar se çka është duke thënë shoku yt? O Ebu Bekr, është duke thënë kështu edhe kështu, dhe ja tregoi ngjarjen. Ebu Bekri radiallahu anhu vetëm e tha një fjalë, "Aw qala dhalik", a e ka thënë një gjë të tillë? O, mu më intereson a e ka thënë. Se çështja akide dhe besimi, la ilaha illallah. Ata i thanë po, tha unë e besoj ato për një gjë që është më e madhe se i vjen shpallë mëngjes edhe mbrëmje mos flasin. Andaj edhe e quajti Rabbul pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr Siddiq, çështja është siddiqia, jo vëllazë, besnikri në besim.
Hasan al-Basri radiallahu anhu tha Ebu Bekri nuk vakaloi njerëzve me shumë namaz dhe shumë zejt, walakin bi shay'in waqara fi qalbihi wa saddaqathu al-jawarih, mirë po me diçka që e preku loçkën e zemrës së tij dhe realizoi me punë dhe me vepra radiallahu ta'ala anhu. Imagjinoni hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që po na i tregon i dërguari Allah para 1400 viteve. Pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam thotë inna Allah yujma'u, domethënë hadithi që e tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam etapat e krijimit të njeriut në barkun e nënës. Këtë hadith kur e tregonte Ibn Mas'ud radiallahu anhu thonte haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Na i ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ai është më besniku i besnikëve. Sikur deshte të thot, edhe pse po na tregon për një të fshehtë, sheve akidja thamë gjithë është gaib, është fshehtë. Edhe pse po na tregon për diçka e cila është e fshehtë, por orte a ka dalë me pigjues pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është hak dhe e vërtet. Për këtë arsye pra ju vëllezërit e mi, pra ajo që ka ardhur nga fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e gjitha kërkohet për ne dorëzim dhe istislam edhe inqiyad dhe nënshtrim i plot ndaj gjithçka që ka ardhur nga Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë kontekst e vëllezërit e mi, në qoftë se vallahi tallahi, bani me vllai çka ju thot. Ne e ndërtojmë në zemrat tona këtë akide dhe këtë besim. O nuk besoj që do të vjen në tavolinat tona të diskutohet forma se si zbret Allahu në qiellin e parë të tokës në pjesën e tretë të natës. O vallahi ky lloj diskutimi nuk ka qenë i njohur në mesin e sahabëve. Në hadithin e Abu Hurajrës thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu zbret në qiellin e parë të tokës në pjesën e tretë të natës për çdo natë. Dhe thot a ka kush që më kërkon falje unë ta fal. A ka kush që pendohet që unë t'ja pranoj pendimin? A ka vetë një të sëmur që unë t'a shëroj? Sahabët e di si e kupton këtë hadith? E kupton që ne do të shohemi natën dhe të falemi. Kurse ne gjithë natën flejmë, nesër sabat diskutojmë si zbret Allahu në qiellin e parë të tokës. Po si është e mundur të zbret Allahu në qiellin e parë të tokës? Po pse, po si e kështu me radhë? A shihni vëllazë ku është dallimi mes atyre që kanë akiden, besimin, nështrimin dhe dorëzimin në zemrat e tyre të plot ndaj gjithçka që ka nga Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe njeriu i cili akiden e ka vetëm se debate dhe polemik. Andaj lutem Allahun xhelalu ala që me lenin Allah të jemi të tillë, të nështrohemi dhe të dorëzohemi komplet fjalës la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, të nështrohemi të dorëzohemi plotësisht gjithçka që na ka ardhur nga Allahu dhe pejgamberi i Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Lutem Allahun xhelalu ala që të na shton dinën dhe imanin në kuptimin e Islamit ya Rabbel Alamin. Do të bisedat janë më shumë edhe më shumë se e gjithë kjo, por falenderoj Hoxhën Yusuf për këtë organizim, lutem Allahun xhelalu ala që këtë vepër ta vendosën në peshojën e veprave të tij, edhe të gjithë vllaznive ditën e llogarisë të madhe. Amin ya Rabbel Alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.